kur e sheh LDK-n kështu, ndohet nga ne. Dhe t'jeni sigurt, populli po na sheh. Të lënduar nga kuvendi si ky, mund të mbesin vetëm ne. Iniciatorët kanë mundur të presin pak muaj nga sot. Kjo karrike këtu do të ishte e lirë për secilin që mendon se e meriton. Por ja që kjo rrugë u zgjodh, tani le ta kapërcejmë dhe këtë sfidë sot me qetësi, me shumë maturi dhe me demokraci. Zonja e zotërin në përpjekje për të qenë sa më i qartë me ju, dua ta them qartë që në fillim se kjo nismë është e gabuar, është e pavend, është e pa kohë. Jo sepse ka në shënjesër kryetarin LDK-s, që në këtë rast jam unë, askush prej nesh nuk është më i madh se kjo parti, askush prej nesh nuk është i përjetshëm në detyrat që marrim në këtë shtëpi. Kemi detyrim ta marrim këtë shtëpi kur është vështirë, e pesa kur pak kush ka guxim ta bëjë një gjë të tillë, e ta lëmë më mirë se sa e kemi gjetur një ditë. Dhe në këtë rrugë të sillemi veç me dinitet për peshën e madhe, cilët pasardhësit e kryetarit Ibrahim Rugova duhet ta ushtrojnë. E konsideroj të gabuar këtë kuvend sepse vjen në mënyrë të njëanshme, vjen në një kohë të ndjeshme për vendin, vjen në një periudhë përcaktuese për partinë tonë. E konsideroj të gabuar këtë kuvend sepse vjen vetëm pak muaj pasi mbajtëm kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-s dhe vetëm pak muaj para se të kemi kuvendin e rregullt të zgjedhjeve të brendshme të LDK-s. Më 31 janar këtij viti, ende pa u bërë 6 muaj, 5 muaj e 30 ditë saktësisht, si refleksion ndaj rezultatit më të rëndësishëm se sa që ky që kemi sot. Ne zgjodhëm verdiktin për vazhdim. Gjitha argumentet e shtruara në atë kuvend, që njëjta që do të dëgjoni edhe sot, për vend të tretë e jo të para, pse ka mbi 20 vite që si jemi të parët. Për humbje të zgjedhjeve ani pse Tripol zgjedhën na mbajtën për 1 vit të gjysmë, jo në 12 vite, si ciklet normale mund t'i parashikonin për Tripol zgjedhje. Gjitha këto çështje morën trajtim në atë kuvend, lirshëm, me demokraci, delegatët tanë dhanë verdikt. Për gjitha këto tema, ata morën një vendim. Me të drejtë mund të pyesim se çka është bërë më keq nga atëherë sot, që ka nevojë të sot thirret një kuvend sërish mu në këtë kohë. Nëse asgjë, në më pak se 2-3 muaj kohë, LDK ka vetëm rezultat më të mirë krahasuar me kuvendin kur është vendosur për vazhdim, në cilën logjikë politike vazhdohet me rezultat më të keq e rrezohet me rezultat më të mirë. Të drejtën e Zotit, për pakënaqësi me rezultatin, me performancën, me rrugtimin ka secili. Të drejtën për të premtuar vendin e parë në vetëm 2-3 muaj kohë ka secili. Edhe ata që na vendosin në rekorde më të ulta historike, edhe ata që na vendosin për herë të parë në vendin e tretë, nga i cili vend na duhen vite, kohë për dalë, dhe ja prap ku jemi sërish, edhe ata që në zgjedhje vëzhgojnë e pas zgjedhjeve zgjohen. Të drejtën për pakënaqësi ka secili. Por kjo drejt do duhet vendosur në zgjedhje të rregullta partijake që na vijnë vetëm pak muaj nga sot. Këto zgjedhje nga poshtë lart si fundament i demokracisë sonë të brendshme do të hapnin garën në të gjitha nivelet partijake. Në atë garë pa nevojë për shkarkim, do zgjidhnim. Do të bashkoheshin të gjithë pa pasur nevojë për përjashtim e ndarje të tjetrit. E konsideroj po ashtu shumë gabuar këtë kuvend në kohën kur është thirrur, pikërisht në periudhën kur Republika e Kosovës po përballet me një prej krizave më të rënda